te koncertet që shkon gjuha ku dhe më dhami, te koncertet e kam ndjek e kam të problem, po, e kam. Nuk e dia... A ki këndu ndonjëherë në Kosovë? Janë në Kosovë, ja. Janë në Kosovë asnjëherë s'kam këtu. A ki marrë ndonjë ftesë? Jo, s'kam marrë ftesë asnjëherë. A do doja ta merrje një të tillë? A do doja të marrë ftesë me këtu në Kosovë? Po drejtën e Zotit do doja me këtu në Kosovë, sepse une, sikur jam shqiptar, e konsideroj veten time edhe kosovar. Kështu që po do doja me këtu në Kosovë, sigurisht. A ka ndonjë projekt që po pret me lansu ose ndonjë bashkëpunim? Se ku vetë fundit po shohim shumë bashkëpunime interesante. Po, une karshi figurës time, karshi projekteve të mija, ka një mos përfili ose shpërfili do thua, ose refuzim nga ana e artistëve cilët janë në industrinë e koncerteve, edhe nga momenti që shikoj që nuk ekziston vibe, nuk ekziston energjia, nuk i futem fare me ullë kokën e dinitetin e krenarin me i kërku dikujt bashkëpunim, momentin që do të krijote situata e tillë, do të kërkoj një bashkëpunim me dikën, sepse janë shumë artistat Kosovës edhe Shqipërisë që do doja të kisha bashkëpunim. Në vend që me pas bashkëpunime, në vend që me pas këtë energjinë, mas shumë të një gjë di se kundër meje, nështë ajo dhe me emër, po një gjë, se unë e kuptoj, do më thënë, ne që merrem me hip-hop e dim shumë mirë kur dikush është të gjuhit. Te na thojmë që ka shumë blokada, dhe ata që kanë qenë përballë meje dhe i kanë taku industrisë të muzikës, gjithmonë që thonë që ka bryla edhe blokada në industri. A të kanë bloku ty që mos me qenë pjesë e koncerteve? Sa kanë mujtë, faktet tregojnë. Faktet tregojnë që më kanë bloku. Faktet tregojnë. Sa kanë mujtë me më bloku, më kanë bloku. Me cilin këngëtar do doje të bëje bashkëpunim ndoshta të Kosovës? Me Gjikon. Me Gjikon. Edhe bitin ka botë... Big Bingo. Big Bingo, ta botë Arbri. A ka Arbri, se moj mend që Arbri, se kam bashkëpunu me Arbrin para shumë vite, që kam pasi këngë me Crazy Girl gëzuar festat, e ka bo bitin Arbri edhe miksimin. Me Gjikon, Gjiko është fani edhe... është hip-hop edhe në 2025-ën, edhe kur ban melodia hip-hop, është urban shumë. Edhe për shkak se Eli e ka simpati, e ka qef, ja pëlqen këngët Eli Malaj, me Elin bajmi shumë. Eli thoshte, si ishte kjo, kravat, aha, TikTok, ja përsërishte këtë. Interesant. Sigurisht që ka dhe artistat tjerë. E me dikën nga ish banur të Big Brother? Me Gjesina, do t'a bëhe një bashkëpunim? Ja. Se? Pse jo? Nubit i oroj tjetë mirë ati ku ashtë. Kaq? Aja ka bote, po nuk... A ke raport me Gjesin? Ja, s'kemi raport. Kujtoj, e rejti menja, ke post Big Brother e rejti menja që po shkoj po i kërkoj selfie, sikur këta tjerë, ta kuptat. O gji, jam Sali Berisha, jam Gjibali, si unë me të kërku selfie. U detyruaj edhe erdhi, masane, nuba, qa bonje, ke parasysh.